Përshëndetje zonja dhe zotrin, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Rrëfime Jete për të ndarë letrën e radhës. Letrën ma ka shkruar një vajzë e cila është 32 vjeçe, quhet Elena. Elena po kalon shumë vështirësi në jetën e saj, po kalon shumë momente të trishta dhe ka ndarë me ne një dhimbje të madhe, që në fakt të dhimbje e ndan edhe me gjithë publikun. Unë quhem Elena, sot jam 32 vjeçe dhe po e shkruaj këtë rrëfim me duart që mua më dridhen. Nuk e di nëse njerëzit do të më gjykojnë apo do të më kuptojnë, por kam vendosur të tregoj të vërtetën time, thot Elena. Nëse dikush do të më kishte thënë para disa vitesh se do të dashurohesha me një burr të martuar, do të isha betuar se kur nuk do të më ndodhte një gjë e tillë. Gjithmonë kam qenë kundër grave që hynin mes një familje. Gjithmonë thoja se nuk do të bëhesha kur arsyeja e lotëve të një gruaje tjetër. Por jeta ndonjëherë të çon në rrugë që nuk i ke imagjinuar as edhe një herë. Isha 26 vjeçe kur unë e takova. Ai ishte i sjellshëm, i qetë dhe dinte të fliste jashtëzakonisht bukur. Punonim afër njëri tjetrit dhe çdo ditë pinim kafen bashk. Në fillim nuk e dija se realisht ishte i martuar. Nuk mbante unaz dhe nuk fliste kur për familjen e tij. Kur e mora vesh të vërtetën, ishte tepër vonë. Zemra ime ishte lidhur pas tij. Ai më tha mua, martesa ime ka vite që ka mbaruar. Jetoj vetëm për fëmijët. Unë i besova. Më tha se gruaja nuk e kuptonte. Unë përsëri besova. Më tha se do të ndahej shpejt. Dhe unë përsëri besova. Kaluan muaj, pastaj edhe vite. Unë prisja, ai premtonte, unë qaja, ai justifikohej. Sa herë i kërkoja të zgjidhte mes meje dhe familjes, ai më thoshte, pak durim, zemra ime. Dhe unë duroja. Ndërkohë familja ime ishte kundër kësaj lidhje. Nëna më lutej që unë të largohesha nga kjo lidhje. Një burr që të tradhton dhe tradhton gruan e vet, nesër do të tradhtoj edhe ty. Por dashuria mua më kishte verbuar. Nuk dëgjoja askënd. Dhe një ditë ai më tha se kishte probleme financiare, se biznesi i tij po falimentonte dhe kishte nevojë urgjent për disa para. Fillimisht i dhash kursimet e mia. Ishin parat që i kisha mbledhur për vite të tëra. Ai më premtoi se do të mi kthente dhe nuk mi ktheu kurrë. Pastaj kërkoi përsëri. Më tha se nëse nuk e ndihmoja, do të humbiste gjithçka. Më tha se e ardhmja jon varej nga ato para. Dhe unë përsëri i besova. Kur kursimet mbaruan, ai më bindi që unë të merrja kredi. Po, kredi. Sot më vjen shumë turp ta pranoj. Shkova në bankë dhe firmosa dokumente që mezi i lexova. Mendova se po ndërtoja jetën me njeriun që unë e doja. Në të vërtetë,
unë po ndërtoja burgun tim financiar. Muajt kalonin, këstet shtoheshin, borxhet rriteshin, ndërsa i vazhdonte të jetonte me gruan e tij. Një ditë mora guximin dhe i kërkova të më tregonte datën e divorcit. Ai u zemërua dhe për herë të parë pash fytyrën e tij të vërtetë. Më tha se unë po i bëja presion, më tha se isha egoiste, më tha se nuk e kuptoja situatën e tij. Dhe atë natë unë qava deri në mëngjes. Por përsëri nuk u largova. Isha bërë e varur nga premtimet e tij. Mendoja se një ditë gjithçka do të ndryshonte. Pastaj ndodhi diçka që ma shkatërroi zemrën. Një shoq më dërgoi fotografi. Ai ishte me grua në pushime, të buzëqeshur, të lumtur, si një familje normale. Ndërsa unë punoja 2 vende pune për të paguar kredin që kisha marrë për të. Atë natë ndjeva si kur dikush më kishte hequr tokën nën këmbë. E telefonova, nuk u përgjigj. E telefonova përsëri asnjë gjë. Dhe pas disa orësh më shkroi vetëm një mesazh. Do flasim më vonë. Ai më vonë nuk erdhi kurrë. Ditët u kthyen në javë, javët u kthyen në muaj, dhe ai filloi që të zhdukej. Telefonatat u ralluan, mesazhet u ftohen, premtimet pushuan, ndërsa këstet e kredisë vazhdonin të vinin çdo muaj. Isha vetëm, me zemër të thyer, me borxhe, me turp, me pendim. Dhe një ditë mora vesh se ai nuk kishte ndërmend të ndahej kurrë. Gruaja e tij nuk dinte asnjë gjë për mua. Familja e tij vazhdonte normalisht, ndërsa unë isha thjesht një kapitull sekret që duhej harruar. Mu desh shumë kohë që unë ta pranoja të vërtetën. Nuk isha dashuria e jetës së tij, isha vetëm një aratisje nga realiteti i tij. Një vend ku ai vinte kur donte, një grua që e ndihmonte financiarisht dhe një zemër që e përdorte sa herë kishte nevojë. Dhe sot ende po paguaj kredin, kanë kaluar vite, shumë net pa gjumë, shumë lot, shumë vuajtje, por ka mësuar diçka që dashuria nuk duhet të të shkatroj, dashuria nuk duhet të të fus në përborxhe, por dashuria nuk duhet të të kërkoj të sakrifikosh edhe dinjitetin tënd. Nëse një njeri të do vërtet, nuk të mban fshehur, nuk të premton vite. Dhe ky është realiteti.